هي جنة طاب وطاب نعيمها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Allah e stëndërshëm, ne do të vazhdojmë biidhnillahi ta'ala apo do të fillojmë sot inshallah që të lexojmë si i trajtoi ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të thotë Allah e stëndërshëm, ne do të vazhdojmë me një serial apo cikla të ligjëratave në këtë muaj të bekuar si i trajtoi ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Përse ne e zgjodhëm që të flasmi për këtë Allah e stëndërshëm, se sot në këto ditë që jemi duke parë, jemi duke dëgjuar gjithë, është sulmi kundër islamit dhe muslimanëve, kundër pejgamberit alayhi salatu wassalam. Se Allah subhanahu wa taala na ka treguar në Kur'an kur ju ka drejtuar pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe i ka thonë ato nuk të mohojnë tia, po ato tentojnë që të mohojnë fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Do thot kur të sulmohen muslimanët, ato tentojnë që të sulmojnë dinin e Allahut subhanahu wa taala. Në këtë Allah të ndërshëm serial do të flasmi se do të shohemi edukatën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të shohemi se çfarë urneki dhe çfarë modeli është kanë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Dhe shihna se çfarë sjellje të mirë ka pas sallallahu alaihi wasallam dhe ato të cilët e duan Allahun dhe duan pejgamberin Allah dhe duan ditën e kiametit që të takojnë me Allahun subhanahu wa taala dhe shpresojnë në xhenetin e Allahut, tentojnë që ta pasojnë pejgamberin alayhi salatu wasalam. Sot Allah të ndërshëm njerëzit tentojnë më shumë me prish se sa me ndrejq. Shef se njerëzit nga e keqja anojnë shumë më shpejt se sa nga ana e mirë. Për këtë Allah të ndërshëm do të flasë në ne për disa kategori të njerëzve që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar neve dhe si u ka sjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E para pikë që do të jetë në këtë ditë inshallah dhe nesër atë vazhdojmë urnek për gjithë botën pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe shikojmë se Allah subhanahu wa taala na ka porosit që ne t'i pasojmë pejgambert e Allahut subhanahu wa taala, në veçanti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E dyta hap është që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si i trajtoi familjen e tij, farefisin e tij dhe ato që i kishte përreth. Si i trajtoi bashkëshortët e tij, si i trajtoi fëmijët e tij, si edukoi gratë e tij që të jenë ornak dhe model për gratë e besimtarve, si i trajtoi nipat e tij pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe si i trajtoi kollshit e tij, si i trajtoi sahabët radhiyallahu anhum. Pastaj pika e tretë është e cila pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i cili si i trajtoi një kategori të njerëzive apo të shoqërisë sallallahu alaihi wasallam me cilësi të veçanta apo me disa vepra të veçanta. Për shembull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si i trajtoi robët dhe shërbetorët, si i trajtoi pejgamberi i Allahut ato të cilët ishin me të mëjeta, si i trajtoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ato të cilët ishin të sprovuar, dhe si i trajtoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të varfurit, fukarat, dhe si i trajtoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zenginat, dhe si i trajtoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ato të cilët kishin pozit në shoqëri, krijetarët e kabileve apo dikush tjetër apo udhëheci i një vendit e kështu me radhë, dhe si i trajtoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur dy njerëzi ishin
hasmi të njërit dhe tjetrit. Pastaj pika e 4 apo pjesa e 4 që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si ka trajtuar në çështjen e davetit me njerëzit Allahut të ndershëm. Si trajtoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ato njerëzit, ato të cilët hijen më një herë në Islam. Do thot udhëzohet një njeri, pranon Islamin, çka duhet me bëu atë njeri? Duhet i më një herë t'ja nisi, kupton, ta mësoj Bukharin, Muslimin, Sunan Ibn Majah, Nawaqidul Ilim, çka duhet më mësua i pari? Ai vjen pranon Islamin, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hin Islam. Çka duhet më mësu ti? Atë njeriu. Khilafi ka me dhëbe Abu Hanife, ki kështu, ki ashtu, ka thonë çka duhet të mësosh atë njerit? Kur të vjen seftë të hin, do të dhe pranon Islamin, do të thotë çka duhet të mësojmë ne në këtë periudhë. Pastaj dëshim na pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se si i trajtoi bedevinjët, arabët, të cilët ishin në shkretin që Allah subhanahu wa taala i ka përshkruajtur të ashpër, të egër. Do thotë se njeriu me katërin ashtu bëhet. Do thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se një njeri i cili rri me devët, ai është i egër, është i ashpër, se vetë devja është e egër, çon që të bosh i egër edhe ti. Do thotë se si i trajtoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bedevinjët dhe si i trajtoi pejgamberi Allahut mëkatarët, gjunaqarët, kur një njeri ka bë gjuna, ka bë mëkat, ka bë haram dhe ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ankohet te pejgamberi Allahut për gjunain, për mëkatin që e ka bë, si e ka trajtuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Apo si nëse do ty, ec mo bojo, ja, Allah i na ruaj. Do të tashim nëse si i ka trajtuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po ashtu si i ka trajtuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam munafikat, ato dyftyrshit. Do të cilat kanë pas nifak dhe nifakti i qartë, ka ditë pejgamberi Allahu që kjo është 100% munafik. Se i kanë zbrit ajetet pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe i ka ditë me emra sallallahu alaihi wasallam. Pastaj e pesta është Allahut të ndershëm si trajtoi pejgamberi Allahut një kategori të përgjithshëm të njerëzive. Do të si trajtoi përgjithsi gratë, në të parën tham bashortët e tij, kurse këtu si ka trajtuar përgjithsi gratë muslimanëve, si ka trajtuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të moshuarit, ato të cilët kanë hyrë në moshë, si ka trajtuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të vegjëlit, fëmijët dhe se po ashtu edhe e gjashta është si i trajtoi pejgamberi Allahut me krijesat jo njerëzore, me krijesa tjera që i ka kriju Allahu subhanahu wa ta'ala, si trajtoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me gjinat, si trajtoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me baktit, me kafshët, si trajtoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me bimat, si trajtoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me gjërat e ngurta. Kështu Allah të ndershëm që kjo do të na tregon neve rrugën dhe veprat se si u ka sjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në këto ditë bi idhnillahi taala Allah të ndershëm, inshallah Allah na jep sukses dhe bereqet, do të flasmi nga një pikë apo dy pika për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ne këto të mirëna jo vetëm të dëgjojmë me vesht e kokës, po të dëgjojmë me vesht e zamrës dhe ne të qesim në praktik atë që ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe shohmi Allah të ndershëm se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është na tregon që ai është kon imam, është kon udhëhec, është kon kadi, është kon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmesues që i ka përmesuar njerëzit prej të keqës në të mirë, është kon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mësues, është kon edukator, është kon burr i cili ka pas gra, është kon bab i cili ka pas fëmijë, është kon njeri i cili ka ditë me organizu jetën, është kon komandant i pari në front, është kon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka vepruar o vëllezër të ndershëm. Dhe shohim se gjatë jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur të dëgjojmë këto, dhe na bën që dyshimet të cilët të tjerët na i bien neve që të mendojmë keq rrujnë a Zot për dinin Allahun subhanahu wa ta'ala, apo epshet dhe dëshirat tona që na e kondin najher, dhe të ban me këto që të largohem prej kokave tona dhe të kemi argument të fuqishëm ndaj atyre që tentojnë që ta sulmojnë sunnetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dikush pretendon që praktikon sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po është larg sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dikush pretendon se ai e don dinin e Allahut, e don sunetin e pejgamberit Allahut,
po ai e lufton sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe inshallah kjo ishte sot vetëm se të adaptohet njerësi, trupi, se tash nis në një periudhë tjetër, një sistem të jetës tjetër pak këtë muaj, ndoshta në këtë kohë s'kemi ardhur xhami, këtë kohë s'kemi ul xhami, në këtë kohë se kemi lënë ushqimin apo s'kemi hëngur më herët ushqim, kështu që inshallah nesër do të vazhdojmë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urnak për gjithë botën është sallallahu alaihi wasallam. Lutem Allahu subhanahu wa taala që Allah të na falë mëkatet tona. Lutem Allahu subhanahu wa taala që Allahu të na i forcon zemrat tona dhe kam tona që të vazhdojmë adhurimin dhe ibadetin në këtë muaj. Lutem Allahu subhanahu wa taala që Allah të ndihmon muslimanëve kudo të janë, kam të forcon dhe me fitore sa më shpejt i gëzon. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah e shpëlbet. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu